Në mjegullën e kohës, para se historia të shkruhej, legjendat flasin për qenie me madhësi dhe fuqi të jashtëzakonshme. Gjigant, ku eshin ata? Ata eqnin në përbotën e lashtë, hapave të tyre duke e dridhur tokën. Këta nuk ishin thjesht njerëz të rritur. Ata ishin një raqe më vete, të mbushur me një forçë dhe tërbim të panjohur deri më sot. Jehona e ekzistencës së tyre rezonon nëpër mitet dhe folklorin e lashtë, të transmetuar brez pas brezi. Këto tregjime përshprisin për qenie kolosale që mund të lëviznin male, të ndryshonin rrjedhën e lumenjve me duart e tyre dhe të tronditnin qejt me ulërimat e tyre. Por nga vinin këta titan, dhe çfarë u bë me ta? Përgjigjet të mbuluara me mister mund të jenë të varrosura në shtresa kohe dhe brenda kosheve të harruara të planetit tonë. Këto qenie me madhësi dhe forcë të jashtëzakonshme nuk ishin zota bamirës. Ata u dëhiqeshin nga instikte primitive, orekset e tyre ishin po aq kolosale sa format e tyre. Mitet tregojnë për temperamentet e tyre shkatërruese, betejat e tyre që riformuan kontinentet dhe urinë e tyre që nuk njihte kufi. Përshpërimat më shqetësuese flasin për një çmim të tmerrshëm të paguar për ekzistencën e tyre të vazhdueshme. Një çmim i paguar me gjak dhe terror nga më të dobetit. Përshpërimat tregojnë për një të vërtetë të tmerrshme. Gjigantët, thuhet, kishin një uri të pangohur për një burim shumë specifik ushqimi, gratë shtatëzënë. Forca jetësore brenda, potenciali në rritje i nënës dhe fëmijës së palindur, mbante një energji të fuqishme, një thelb jete që ushinte format e tyre të jashtëzakonshme. Fshatrat dridheshin kur ata afroheshin. Britmat e nënave dhe lutjet e dëshpëruara të babalarëve jehonin nëpër lugina, një simfoni frike, ndërsa gjigantët merrnin haraqin e tyre të tmerrshëm. Ishte një kohë terrori të paimagjinueshëm, një kapitull i errët në historinë e njerëzimit. Nënat e fshihnin shtatzëninë e tyre, duke maskuar barkun e tyre në rritje, duke jetuar në frikë të vazhdueshme nga dita kur sekreti i tyre do të zbulohej. Por gjigantët, me shisat e tyre të mprehta dhe urinë e pangopur, gjithmonë duket se i gjenin ato. Vetë akti i krijimit, mrekullia e jetës që rritej brenda, u bë një mallkim, një dritë që tërhiqte titanët drejt preve të tyre. Mbretërimi i gjigantëve i nqitur nga orekset e tyre monstruoze nuk mund të zgjaste për gjithmonë. Nga zemra e këtij terrori primordial u ngrit një kampion për njerëzimin, një magjistar me fuqi të pashoqe, emri i të cilit humbi në kohë, i njohur vetëm nëpërmjet përshpërimave të fshehta dhe teksteve të ndaluara. Ky magjistar, duke parë vuajtjet e njerëzve, u betua të ndallonte mbretërimin e gjigantëve. Ai u aventurua thellë në shkretëtirë, duke medituar për vite me radhë, duke kërkuar një mënyrë për të mposhtur krijesa me një fuqi kaq të jashtëzakonshme. Më në fund, nëpërmjet ritualeve shumë të fuqishme për t'u shqiptuar me zë të lartë, ai krijoi një mallkim, një magji lidhëse që synonte vetë thelbin e gjigantëve. Ai thiri forcat e tokës, qiellit dhe humnerës më të thellë për ta ndihmuar. Dhe ndërsa fjala e fundit e mallkimit doli nga buzët e tij, toka u drodh, qielli u qa me vetëtima dhe gjigantët u lëritën nga dhimbja dhe tërbimi. Mbretërimi i tyre i terrorit kishte marrë fund. Mallkimi i magjistarit hyri në fuqi, duke i zveshur gjigantët nga forca e tyre, pavdekësia e tyre dhe lidhja e tyre me forcën jetësore të planetit. Të dobësuar dhe të dëbuar, ata u dërguan në jug, drejt skajit të botës. Atje, përtej një oqeani të rrezikshëm dhe maleve të larta të akullit, shtrihej një kontinent i shkret Antarktida. Kjo shkretëtire ngrirë, e mbuluar me akull dhe errësirë të përjetshme, u bë burgu i tyre. Magjia e magjistarit vullosi kontinentin, duke krijuar një barierë të pakalueshme stuhish dhe akulli. Gjigantët u blokuan, të lënë të ndeshin në shkretëtirën e ngrirë, britmat e tyre u gëlltitën nga errat ulëritëse. Bota mund të merrte frymë lirisht. Ankthi kishte mbaruar, por kujtimi i mbretërimit të tyre jetoi, i transmetuar brez pas brezi, një paralajmërim i përshpritur me zë të ulët.